I mori 25.000 euro një biznesi nëpërmjet mashtrimit, prokuroria kërkon 10 vite burg për hakerin nga Nigeria. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 10 vite burg për shtetasin nigerian Sebastian Victor Nekbenedor. Ai akuzohet për veprën penale mashtrim kompjuterik. Bazuar në njoftimin zyrtar, nigerian ishte denoncuar nga një shtetas që administronte një biznes detergjentësh pasi i kishte përvetësuar shumën prej 25.000 eurosh nga një pagesë. Njoftimi, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë kërkon deklarimin fajtor dhe dënimin me 10 vite burg për të pandehurin shtetasin nigerian SN për veprën penale mashtrim kompjuterik, parashikuar nga nenet 143 fraksion B 2 të kodit penal. Ky shtetas u denoncua nga shtetasi e B, i cili prej 10 vitesh administron biznesin e tij të detergjentëve që i importon nga Italia në Sauk. Prej vitesh ai komunikonte me një adresë emaili me palën italiane ku bënte porosin dhe pasi merrte mallin u dërgonte transfertën nëpërmjet bankës. Një ditë nga emaili i palës italiane i vjen një kërkesë që pagesën të mos ta bënte më në llogarinë e kompanisë në Itali, por në Gjermani me faturën përkatëse. Kallëzuesi, duke parë që emaili ishte i njëjtë, më pas u konstatua se ndryshonte vetëm një gërm dhe aty ishte edhe fatura e saktë e kompanisë italiane dërguar në komunikimet elektronike të mëparshme dhe duke ditur që janë kompani shumë komshe kreu pagesën. Pas disa kohësh ai kontaktohet nga kompania italiane pasi nuk kishte marrë shumën prej 25.000 eurosh, nga ku kuptoi se pagesën e kishte bërë në një adresë tjetër. Nga hetimet e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, u zbulua se përfitues ishte shtetasi SN dhe se ai ka kryer aktivitetin kriminal të mashtrimit kompjuterik, parashikuar nga nenet 143 fraksion B3 i kodit penal, duke i përvetësuar viktimës shumën prej 25.000 eurosh. Gjatë hetimit dhe gjykimit u zbulua se mekanizmi i kryerjes së këtij mashtrimi kompjuterik, i cili ka arritur të mashtrojë disa biznese në Shqipëri. Prokuroria zbuloi se emailët dhe faqet e kompanive me nivel mbrojtje të ulët apo paswordet të thjeshta hakerohen nga hakera ndërkombëtar të cilët gjurmojnë këto faqe dhe bisedat që kanë lidhje me pagesa faturash dhe transferta monetare me destinacion nga brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Më pas ata hynë në komunikime me biznese duke u paraqitur vetë si subjekte furnizuese të mallrave. Këtë e bëjnë duke hapur faqe të ngjashme dhe adresa emaili të ngjashme dhe për të bërë të besueshëm i referohen bisedave të mëparshme të bëra nga subjektet me furnizuesit e vërtet në rrugë telematike. Biseda këto të hakeruara pasi bëhen të besueshëm nxjerrin justifikime menaxhimi dhe kërkojnë që pagesat të kryen në llogari të tjera duke përvetësuar gjithë pagesat e bizneseve të cilët mendojnë se po paguajnë partnerin e tyre. Si një rast i përsëritur, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë gjen rastin të bëjë thirrje bizneseve që të mos bien prek këtyre mashtrimeve, duke marrë masa për një mbrojtje të lartë të sistemeve të tyre kompjuterike, të faqeve të tyre të biznesit, si dhe të emaileve apo passwordve, si dhe të kontrollojnë me kujdes autenticitetin e çdo faqe biznesi dhe të çdo adrese emaili dhe komunikim që bëhet apo ku kërkohet ndryshimi destinacionit të pagesës së faturave të furnizimit.